kërkesa tregut gjithmonë janë që na orientojnë drejt produkteve të reja dhe Sigal del në treg në mënyrë të vazhdueshme me produkte të reja bazuar në kërkesat e tregut. Një ndër kërkesat ishte duke qenë se po rritet shumë turizmi në Shqipëri, krahas me rritjen e kërkesave, ka dhe rritje kërkesash pra që duan një cilësi. Duan cilësi shërbimesh dhe një ndër këto cilësi që kërkohet është siguria. Siguria në udhtim, siguria në qëndrim, pra vjen, paguan pushimet dhe e flen menen për ato kohë që do jesh me pushime që t'jesh imbuluar nga çdo e papritur. Një ndër këto është edhe kasko ditore dhe autososi ditor. Çfarë janë këto dy produkte? Kasko ditore është sigurimi i vet mjetit motorik, por bazuar jo siç bëhet në një kasko klasike në një periudhë afatgjat, pra 1 vjeçare, po bazuar mbi numrin e ditëve apo në kohën gjatë cilës do të merrni një mjet të rend, e merrni për ta përdorur për një periudhë të caktuar dhe ne adaptojmë sigurimin e vet mjetit motorik për aq ditë sa do rrim, do qëndrojnë me pushime apo për aq ditë sa ka marr mjetin me qera.